Dekreti i Presidentit të Republikës për të shpallur zgjedhjet të pjesëshme lokale në 6 bashki vazhdon të shkaktojë reagime nga anëtarët e opozitës. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, Oertë Byllykbashi e cilësoi shkelje të Kushtetutës vendimin e Presidentit. Ta kam dhënë fjalën për këtë rendin e ditës që ka të bëjë me njoftimin. Rendin e ditës lidhet drejt për drejt. Këtu tani kemi një rend ditët përcaktuar, por nuk lidhet drejt për drejt tani. Ajo që ndodhi dje. Presidenti i Republikës tashmë e ka vënë veten jo tek thjesht shkelja, po me sa duket është në pamundësinë për të ushtruar detyrën e tij. Debatet u kryen ndërsa Komisioni i Ligjeve duhet marrë një vendim për të zëvendësuar anëtarët që u mbaron mandati në Komisionin Rregullator të KAS. Problemi është garancitë që ka opozita. Qëndrojnë këta në detyrë për te 5 tetorit apo nuk qëndrojnë? Se nëse ligji u garanton qëndrimin në detyrë deri kur zgjidhen trit, nuk ka nevojë shprehet komisioni. Të lutem. Se jemi juristë tani. Komisioni i Ligjeve do të ngrejë një nën komision, i cili do të filtrojë kandidaturat e propozuara nga të dyja palët dhe brenda 10 ditësh, kandidatët e interesuar do të paraqesin biografitë e tyre.